Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari është i bindur se Aleanca Kombëtare do të fitojë 6 deri në 7 komuna që në raundin e parë të zgjedhjeve vendore në Maqedoninë e Veriut. Sipas tij, pjesa tjetër do të vendoset në raundin e dytë. Ai deklaroi se nuk ka më dyshime për fituesin dhe se në Maqedoni nuk diskutohet më se kush i fiton zgjedhjet, por cilët do të jenë raportet e fitores midis forcave politike. Aleanca Kombëtare me vlenin është gati më shumë se 3-1. Edhe në Vrapçish dhe në Festival. Në Saraj tashmë Bleranti është në një diferencë 2-1. Spaku anketat që i bën agencioni. Në Tearc jemi pak para, po diferenca nuk është shumë e madhe. Unë besoj se këto ditë tash me fushat do të thellohet diferenca edhe në Tearc. Po, edhe në Tearc jemi në epërsi. Besoj se do ja dalim që Aleanca për Shqiptarët në të ardhmen të ketë 3 deputet e 4 komuna. Pres rundin e parë në 6-7 komuna të mbarojë në raundin e parë të zgjedhjeve. Në kampin politik maqedonas, Taravari ishte mendimit se fituesi i pritshëm është partia në pushtet VMRO DPMNE. A shpërsojnë tonë në ditën e parë zyrtare të fushatës për zgjedhjet vendore në Maqedoninë e Veriut. Ministri dhe njëkohësisht shefi i kabinetit zgjedhor i Vlenit në Tetov, Besar Dyrmishi, akuzoi Ahmetin dhe strukturat e tij për siç i cilëson ai, pazare me serb dhe për përdorimin e gjuhës fyese në politik. Përmes rrjeteve sociale Dyrmishi shkruan se tani edhe disa ditë po u dalin të palara që kanë bërë me serbët. Dyrmishi përmendi dhe raste të rënda të skaluarës duke theksuar se emrat e Rexhail Qerimit dhe Samet Limanit, për të cilët tha se u dëmtuan padrejtësisht, ndërkohë që sipas tij figura të tilla si Bobon Ilić dhe Sasho Mialkov shëtisin të lirë. Duke referuar deklaratave të Ahmetit në Shkup, Dyrmishi e ka quajtur këtë qasje turp dhe një shenjë pafuqie politike. Kryeministri Edi Rama angazhohet ta kthejë Shqipërinë një lider në Ballkan në fushën e shkencës dhe teknologjisë. Në Kongresin për Nanoteknologjinë, shefi i qeverisë shqiptare solli në vëmendje ministre e inteligjencës artificiale si Pika Kyçe për rritjen dhe fuqizimin e inteligjencës artificiale në strukturën e shtetit. Përmes saj ne kemi shndruar atë çfarë ka qenë domen i së mjekutës në një algoritëm transparent për të shndruar pushtetin e shtetit në pushtetin e shërbyesit. Kryeministri premtoi se përmes saj do të mund të realizojnë tendera publik dhe transparent me integritet. Herët më shumë se sa vonë do të jemi në gjendje që të ofrojmë përmes diellës një instrument të jashtëzakonshëm për t'i bërë tenderat publik të hapur, transparent e me integritet siç nuk është parë më parë. Ishte Edi Rama. Bota. Rriten ndjeshëm tensionet mes Rusisë, Ukrainës dhe Perëndimit. Moska paralajmëron për rrezik lufte bërthamore. Ukraina kërkon burojë ajrore me aleatë, ndërsa SBA mbështet sulmet ukrainase në territorin rus. Zëvendës kryeministri i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Dmitri Medvedev, lëshoi një paralajmërim të ashpër duke thënë se nëse udhëheqësit europian nisin një luftë kundër Rusisë, ajo mund të përshkallëzohet në një konflikt bërthamor. Medvedev tha se Rusia nuk ka interes për një luftë me Europën e vjetër dhe të ftohtë, por theksoi se ekziston gjithmonë mundësia për një aksident fatal që mund të çojë në përdorimin e armëve të shkatërimit të masë. Në të njëjtën kohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski në një fjalim përmes videolidhjes në Forumin e Sigurisë së Varshavas kërkoi ndërtimin e një buroje ajrore të përbashkët me aleatët europian për të mbrojtur nga sulmet ruse. Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë kërkesën e Ukrainës për të marrë raketa me rrezet e gjatë veprimi Tomahawk për luftën e saj për të zbrapsur pushtuesi rus. Reagimi vjen nga zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance. And you asked this question about Tomahawks. It's something the president's going to make the final determination on. What the president is going to do is what's in the best interest of the United States of America. Presidenti amerikan Donald Trump do të marrë vendimin përfundimtar për këtë marrëveshje dhe ajo që presidenti do të bëjë do të jetë në interesin më të mirë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, deklaroi J.D. Vance në një intervistë për Fox News Sunday. Raketa Tomahawk ka një rrezë veprimi prej 2500 kilometra që nënkupton se Moska do të ndodhi brenda rrezës së armëve të Ukrainës nëse Kievi do t'i jepeshin ato. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.